Milingonat pushtojnë kuzhinën. Zgjidhja është më e thjeshtë nga sa mendoni, ja si ti largoni pak imikate. Prania e milingonave në kuzhinë është një situatë e zakonshme, sidomos kur ushqimi lihet i pambuluar, edhe pse nuk përbëjnë rrezik të madh, ato bëhen shqetësuese kur shfaqen pranë enëve dhe ushqimeve. Zgjidhja nuk është vetëm t'i largosh për momentin, por të kuptosh pse vijnë dhe si të ndërpritet rruga që ndjekin. Milingonat tërhiqen nga mbetjet e ushqimit dhe gjurmët e aromës që lëm pas njëra tjetrës. Ka disa mënyra të thjeshta dhe natyrale për t'i mbajtur ato sa më larg. Uthulla e përzier me ujë ndihmon në pastrimin dhe fshin gjurmët që ato ndjekin. Lëngu i limonit prish orientimin e tyre. Kanella dhe erëzat me aroma të forta i largojnë nga zona e kuzhinës. Vajrat esencial si mente, livando apo pemçaj mund të përdoren tek hyrjet dhe çarjet. Soda e bukës e përzier me sheqer shërben si një kurth natyral. Për të mos u kthyer sërish, është e rëndësishme të mbahet pastër kuzhina, të mos lihen ushqime të hapura dhe të mbyllen mirë enët. Kujdesi i përditshëm mbetet mënyra më e sigurt për të shmangur këtë problem.